Anila Basha, antare e Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe një farë përgjithëse dhe e angazhuar me sektorin e femrave. Duket se keni ardhur me fakt se sektori i femrave në federatë sepse kanë ardhur me njëherë sukseset dhe kjo sot një ndaj Kroacisë 4-0 e gëzuar. Më lejo të them gas për njerë që ne i themi futbolli vajzave ke vendosur në statutën e Federatës Shqiptare të Futbollit, kështu që jam shumë e lumtur për vajzat tona arbërore them unë, sepse ne përfaqësojmë jo vetëm Shqipërinë, por përfaqësojmë atë konceptin e Shqipërisë së gjithanshme për të mos thënë të madhe. Vajzat sot treguan karakter, treguan forcë, treguan frymë grupi të jashtëzakonshme dhe mirë kuptim me njëra tjetrën. Dhe po ta shoh në gjithë të kohë që unë mbuloj sektorin e futbollit të vajzave në Shqipëri, shoh që nga viti në vit kemi pasur rritje. Padyshim kemi pasur emocione, kemi pasur dhe dështime dhe humbje, por është e rëndësishme që nga humbjet kemi ditur dhe kemi dashur shumë fuqishëm të rikuperohemi. Sot shohim një kombëtare të vajzave shqiptare shumë të plotësuar, qoftë në organik për stafin teknik, por nga ana tjetër edhe nëpërmjet skautimit shumë të plotësuar në gjithë sektorët e vet edhe kualitativ. Është një punë disa vjeçare, pra nuk mund të bëhet me 1 apo 2 muaj, për të parë të gjithë elementët kudo që janë, për të mbledhur vajzat më të mira që kemi kudo në botë me ekspertizën që kanë dhënë dhe për të krijuar një kombëtare që sa vjen e pasurohet. Nuk është vetëm ky qëllimi, sepse jemi duke rritur ndërkohë futbollin në Shqipëri nëpërmjet kampionateve tona, jo vetëm kampionatit kombëtar, por duke filluar edhe me projekte të rëndësishme, qoftë nga TDS-ja step by step, pra qoftë nga kampionati i moshave 14, 17, 19 vjeçar për t'i fuqizuar dhe për të marrë sa më shumë fidan për t'i sjellë te kjo kombëtare. Sigurisht unë e di që vëmendja e shqiptarëve në përgjithësi është tek futbolli i djemve dhe është krejt normale, por kur vim këtu në Loro Boriçi në Shkodër dhe shohim tribunën plot me tifoz, jam e ngrohur shpirtërisht sepse futbolli i vajzave ka rrjenjë të forta aty ku dhe vllaznia ka lindur një ekip kampion siç është ekipi i vajzave të vllaznisë që gjatë gjithë kësaj kohe kanë furnizuar kombëtaren e futbollit të vajzave. Padyshim fitoria e sotme është shumë e rëndësishme për ne, për këtë kampionat që po bëjmë, për National League. Padyshim 4-0 tregon jo thjesht një fitore dhe një 3 pikësh, por tregon një dominim të lojës, një karakter, një fuqi, një ndërthurje shumë të mirë të vajzave me njëra tjetrën, një frymë grupi që pavarësisht se vinë nga do janë inkorporuar me njëra tjetrën shumë mirë. Për këtë ka shumë merit stafi dhe në veçanti trajneri Grima, por gjithashtu dhe drejtori ymë Fulvio Pea që ka punuar gjatë gjithë kësaj kohe dhe kanë qëndruar edhe me vajzat. Shpresoj shumë që gocat tona në ndeshjen e kthimit, pra në Kroaci pas 3-4 ditësh në 8 prill, të bëjnë akoma më mirë, padyshim ta thellojmë rezultatin përveç se ta mbrojmë atë, duke garantuar kështu një 6 pikë të sigurta për këtë fazë, të themi për të kaluar në fazën tjetër që do të kemi. Do të jeni me skuadrën në Kroaci me këtë transfer? Për fatin tim të mirë, kam ditëlindjen e djalit atë ditë në 8 prill dhe nuk do të udhtoj me skuadrën, do të jetë profesor Dyli, por do të jem me skuadrën në Kroaci kur të lozim kundër Ukrainës, kështu që nuk do të humbas ndeshjet me gocat. Daniela Basha, suksese. Faleminderit ju.